Monika Kryemadhi u paraqit në SPAK për të respektuar masën e sigurisë detyrim paraqitje, ndërsa në deklaratën për mediat u ndalte procesi hetimor ndaj saj dhe Ilir Metës. Kryemadhi deklaroi se pavarësisht se është kundër mënyrës se si është zhvilluar hetimi, ajo vijon të jetë e bindur se bëhet fjalë për një proces politik. Unë jam shumë konsciente në të gjithë metodologjinë dhe mënyrën se si është përdorur i gjithë ky proces kundër nesh për që një proces politik. Normal që asnjëri nga ata nuk do kërkonte të bësh të statistik, pra qoftë prokuror apo BKH, sepse të kundërshtosh një veprim kundër Ilir Metës dhe Monika Kryemadhit para 2 vjetëve apo 3 vjetëve, do të thonte që ti shpallje luftë sistemit të Edi Ramës. Dhe kështu që secili nga këta mund të përfundonte si statistik në burg si një prokuror i korruptuar apo oficer gjyqësor apo BKH e korruptuar. Duke komentuar deklaratën ironike të Sali Berishës për një mini maternitet në SPAK, pas lajmeve të përfolura për shtatzani të disa zyrtareve gra, Kryemadhi tha se ardha në jetë e një fëmie është gjithmonë një lajm pozitiv për një vend që po përballet me uljen e numrit të banorëve. Unë ju garantoj që me barë nuk ngel, për këtë ju them domethënë. Para, e dyta, sigurisht që njerëzit për të gjetur mënyra dhe rrugë të ndryshme procedurale, edhe mund të jenë thashetheme, edhe mund të jenë të vërteta. Çdo sa herë që vjen në jetë një foshnjë është një gjë shumë e mirë se është një qytetar më shumë për Shqipërinë në këtë kohë që shpopullohet. Ndoshta duke ditur që po e shpopullojë Shqipërinë, edhe këta thon po ngrim një mini maternitet. Ajo u ndal më tej te dosja hetimore ndaj saj dhe Ilir Metës, duke deklaruar se marrja e materialeve të plota përfshir përgjimet dhe komunikimet, sipas saj kanë nxjerrë në pas se disa elemente akuzës janë nxjerrë jashtë kontekstit. Kryemadhi tha se mbrojtja e saj është bazuar në analizimin e çdo mesazhi dhe ballafaqimin e tyre me dokumentat zyrtare. Në përfundim, Kryemadhi tha se do të vijojë përballjen ligjore përmes provave dhe dokumentave, ndërsa e cilësoi procesin ndaj saj dhe Metës si pjesë të një përplasje më të gjerë mes politikës dhe drejtësisë së re.